Tërën e përpës? Ishta ke fuq të toalën? Veç pisim më ujë. Kjo është... Vorëna i shme? I vetëm, përsej që... Pa dhe për juve. Kjo e konfjallën në rrë? Është pa. Që në tash në bo është? Trini në saqë. Ja, nëse Do më thonë, ne kemi marrë këtë iniciativë si organizatë për integrim evropiane që të tregojmë vetë arsye për të mos emigruar, edhe duke i ditur se qytetarët tonë kanë shumë arsye për të kërkuar një jetë më të mirë, kanë shumë arsye për të emigruar, mirë po kjo mënyrë e emigrimit që po ndodh është shumë e rrezikshme. Kjo mënyrë e emigrimit ilegal që po ndodh e rrezikon vetë jetën e qytetarëve tonë, po ashtu edhe e rrezikon edhe të ardhmen tonë. Do të thonë qëllimi jonë është të tregojmë se nuk është zgjidhje vetëm migrimi ilegal, por duhet të rrim të luftojmë për këtë Kosovë që atë shumë e kemi luftu, atë shumë e kemi dashur, kemi, siç e dim, jemi edhe në prag të pavarësisë të Kosovës që do ta festojmë dhe do të jetë patjetër një përvjetor i pavarësisë shumë i zbat, sepse rinia jonë edhe shumë nga populli jonë po ik dhe nuk e di se çfarë do të festojmë. Rastësisht u kalu e pash iniciativën studentore 10 arsyet për të mos ikur, mos të lëshuat dheun. Mirë po e kundërta më vjen keq, edhe me shpirt për thëmë mos ikni popull, mos ikni atë dhetar, po janë edhe 1000 arsye për të ikur. Pikës pare Sheveria Hajdute e Kosovës, në kry me Isa Mustafën, e cila asni të mirë, asni shans nuk ja ka mundësu popullit fëmijëve tanë për mos me ikë. Edhe unë jam njëri familjar, edhe familjarët e mi kanë shku. 11 vetë mrena një javë dite. Është turpi i kësaj qeverie.